Për të 6 vit me radhë, banorët e qytetit e Ersekës organizojnë në mënyrë të veçantë festën e ditës së verës. Qytetarët nga njëra anë, grupet artistike deri tek anvisat kolonjare, të cilat paraqesin të gjitha gatimet tradicionale të kësaj dite, e bëjnë aq shumë tërheqëse festën e verës në qytetin e vogël në juglindje të vendit. Anvisat tregojnë se në këtë ditë gatimet më të rëndësishme janë kulaçi, vezët, por edhe ëmbëlsirat e ndryshme shoqëruar me veroren. Për ditën e verës ne kemi si traditë, bëjmë verore, bëjmë dekat e thanës, gatuajmë kuleçer, vezë me ngjyrë, misra të zjera, edhe ëmbëlsira të tjera, po këto janë të traditës. Traditën koloniale, se si e presim ditën e verës. Misrat që simbolizojnë shumimin, se sill shumë gjëra të mira, stina e verës e pranverës. Kemi biskotat, gjëra të ëmbla. Të jemi të ëmbël gjatë gjithë vitit. Të iki ajo idhësia e dimrit. Ne për ditën e verës janë xhugulani, gatuajmë kulaçka, vezë. Dita e verës është festuar nga banorët në mënyrë të paorganizuar, por edhe në fshatra të Bashkisë së Kolonjës.